Kryetaria e Bashkisë së Gjirokastrës ka kaluar sot pak kohë me fëmijët e kopshtit nr. 7 në qytet. Ky kopsht prej disa ditësh është kthyer në një qendër të vërtetë argëtimi për të gjithë fëmijët, pasi shërben si kamp veror, ku argëtimi dhe lojrat e ndryshme janë pjesë e përditshmërisë së stafit dhe fëmijëve. Kryetaria e Bashkisë së Gjirokastrës me konsiderat ka shprehur falënderimet e saj për të gjithë punën e bërë nga stafi si dhe nga drejtoria, teksa ka theksuar se nuk do të mungojnë donacionet që ky kamp të vazhdojë e të funksionojë si i tillë për një kohë më të gjatë. Në fakt, sot unë nuk erdha për të marrë dhurata nga këta kalamajt mrekullueshëm, por erdha t'i falenderoj Agjencinë e Mirëqenies dhe Kujdesit Social dhe kopshtin nr. 7 për këtë iniciativë të përbashkët që ata morën për të hapur këtë kamp veror. Sinqerisht i falenderoj shumë nga zemra për punën e përkushtuar që po bëjnë këto edukatorë të këtij kopshti dhe me shumë kënaqësi sot unë lançoj që mbas një kontakti që kemi marrë me OSBE-n, ata kanë premtuar që do të mbështesin me bazë materiale, me mjete didaktike të ndryshme që ky kamp të vazhdojë punën e tij për aq kohë sa do ta shikojnë të arsyeshme edhe edukatorët, edhe drejtori i agjencisë dhe të bëhen pjesë gjithë fëmijët e këtyre grup moshave nga të gjithë qyteti. Sinqerisht, shumë faleminderit drejtore, shumë faleminderit edukatore për punën e përkushtuar që bëni, shumë faleminderit drejtor. Janë nisma që Bashkia e Gjirokastrës me riorganizimin e ri ka ndërmarrë për krijimin e këtyre agjencive që të jemi sa më pranë fëmijëve, të jemi sa më pranë komunitetit, të kemi sa më shumë mirëqenie. Faleminderit shumë.